Përzieni qumësht me mjalt para se të flini dhe do trajtoni këtë problem shëndetësor. Gjumi i mirë dhe i rehatshëm luan një rol thelbësor në mirëqenien e të gjithë trupit dhe ndikon në mirëqenien e përgjithshme. Është thënë disa herë që duhet të flini 7 deri në 8 orë, por shumë njerëz kanë probleme me pagjumsinë. Një ilaç i mirë dhe natyral që ju vjen në ndihmë është qumshti me mjalt. Mjalti stimulon lërimin e triptofanit në tru dhe përpasoj do t'ju ndihmoj të flini gjumësh shpejt dhe pa mundime. Gjysmë ore para se të shkoni për të fjetur, pini një gotë qumësht të vakët me një lugë mjalt. Nëse jeni intolerant ndaj qumshtit apo laktozës, përdorni qumësht bajamesh apo soje. Qumshti me mjalt është një ilaç shekullor që është përdorur për qetësim dhe luftim të pagjumësisë. Nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, këshillohuni me mjekun para se ju ta përdorni këtë kurë.